Policia e shtetit ka pasur përherë informatorë që njoftonin vullnetarisht në numrat e kontaktit të sallës operative apo me letra të dërguara, por gjithashtu edhe rrjete spionësh të miratuar që paguheshin për informacion përmes inspektorëve të zonave dhe shpërblimeve të tjera, ndërsa më 28 maj 2025 me vendim qeverie numër 296, kryeministri Edi Rama i ka akorduar zyrtarisht policisë së shtetit një fond të veçantë për shpërblimin financiar të informatorëve spionëve, duke përcaktuar qartë rregullat, kriteret edhe funksionarët që kanë të drejtë miratojnë dhe shpërndajnë këto pagesa. Me këtë fond të veçantë, Babloku synon të krijojë një rrjet më të strukturuar dhe më efektiv spionësh, duke përqendruar rekrutimin dhe menaxhimin sekret të tyre vetëm në disa nivele drejtuese në qendër, komisariate dhe drejtoritë rajonale. Këta janë funksionarët policorë që kanë kompetencë të shpërndajnë pagesa për informatorët. Shefat e komisariateve mund të akordojnë pagesa deri në 100.000 lekë të reja për spionët. Zëvendës drejtorët për hetimin e krimeve dhe ata për sigurinë publike në drejtoritë e qarqeve kanë të drejtë të japin deri në 200.000 lekë. Drejtorët e qarqeve, drejtorët e sektorëve të hetimit të krimeve, drejtuesit dhe zëvendës drejtorët e antiterrorit në qendër mund të akordojnë deri në 500.000 lekë secili. Drejtori i përgjithshëm për hetimin e krimeve ka të drejtë të akordojë deri në 1 milion lekë. Drejtorët e departamenteve për krimin, sigurinë publike dhe antiterrorit kanë të drejtë të shpërndajnë nga 5 milion lekë secili. Vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka kompetencë të japë mbi 5 milion lekë në raste të veçanta për spion të klasifikuar si special, kur informacioni i tyre çon në ndalime të grupeve me rrezikshmëri të lartë. Fondi i përgjithshëm për spionët është i barabartë me 1% të buxhetit vjetor të policisë së shtetit, që aktualisht përllogaritet në rreth 2.5 milion euro në vit. Ky fond do të përfshihet në çdo buxhet vjetor dhe do të alokohet nga fondi rezerv i shtetit. Për të përfituar pagesën, informacionet e dorëzuara nga spionët duhet të rezultojnë në nisjen e procedimeve penale dhe ngritjen e akuzave që mbështeten nga provat. Nëse numri i informacioneve dhe cilësia e tyre rritet, atëherë fondi do të shtohet me 100.000 euro të tjera mbi bazën vjetore. Për çdo pagesë plotësohet një formular ku shënohet kodi identifikues i spionëve, jo emri, vlera e shpërblimit, arsyeja dhe numri i dosjes përkatëse. Në rastet kur vlera e shpërblimit është deri në 30.000 lekë, mandat pagesa nënshkruhet nga vetë informatori dhe specialisti i policisë që ka marrë informacione. Dosjet për çdo informator klasifikohen tepër sekret dhe ruhen për një periudhë 30 vjeçare.